Lidhur me organizimin e procesit të zgjedhor që mbahet në datën 12 tetor këtë diele, ju njoftojmë që ka përfunduar procesi i trajnimit të këshillarëve të vendvotimeve nëpër komunat e Republikës Kosovës. Ky proces ka filluar me datën 1 tetor dhe ka përfunduar me datën 8 tetor 2025, ku janë trajnuar mbi 12.000 anëtar, kryesues dhe anëtar të këshillarëve të vendvotimeve. Ndërsa sot në qendrën komunale të numërimit të Prishtinë është duke u mbajtur trajnimi për gjithë administratorët e teknologjisë informative të angazhuar në këtë komuna, përfshirë edhe trajnerët e komisioneve komunale zgjedhore. Ky trajnim ka për qëllim të shpërndajë njohuritë lidhje me përdorimin e teknologjisë informative në procesin e dorëzimit pranimit të materialeve nga vendvotimet e qendrës komunale të numërimit dhe numërimin e vendvotimeve për kuvendet komunale. Gjithashtu ju njoftojmë që sekretariati është duke vazhduar me procesin e transportimit të materialeve të nevojshme që do të shfrytëzohen për vendvotime dhe qendrat komunale të numërimit pas përfundimit të procesit të ditës së votimit. Nga data 7 tetor janë shpërndarë pajisjet e teknologjisë informative në për të gjitha qendrat komunale të numërimit, që përfshin kamerat vëzhguese për vendvotime, kamerat vëzhguese për qendrat komunale të numërimit, fotokopjet dhe pajisjet tjera. Sot me datën 9 tetor 2025, po ashtu ka filluar shpërndarja e materialeve administrative për secilin qendër votimit. Aktualisht rreth 14 komuna është duke ndodhur transporti në qendrat komunale të numërimit në komunat përkatëse. Nesër me datën 8 tetor 2025 do të fillojë sistemimi i materialeve të ndjeshme zgjedhore në brenda thirrjes së qendrës numërimit dhe rezultateve, ku me datën 11 tetor do të ditën e shtunë në 6 të mëngjesit do të fillojë përgatitjet për transportimin e materialeve të ndjeshme zgjedhore. Prizren kanë bërë trajnimin shtunën edhe dilën kanë kërë, veç nuk kanë pas për trajnim në gjuhën turke Doraca. Kanë thënë na nuk punojmë shtunën edhe dilën, pritni të hanën. Ata kanë punu pa Doracak në gjuhën turke, veç kanë firmu a mundemi me bo garanci, me bo print. Kanë bo print, qashtu kanë kry punën. Nështë të hanën edhe martën kanë dërgu, veç ka kalu koha, ata kanë kry trajnimin, pa Doracak në gjuhën turke. Faleminderit. Për çështjen që ngritje e zonës motorore kemi qenë në komunikim bashkëpunëtor me zyrtarin tonë komunal atje. Në prantën e kaluar është bërë pranimi i fundit i materialeve, konkretisht procedurave të votimit dhe numërimit, ku kanë përfshirë për të gjuhën turke. Të prantën zyrtari komunal i Preseverit atje i ka pranuar të materiale, edhe trajnimi i përfaqësuesve të komunitetit turk, me sa jo më në kam informata prej zyrtarit komunal, nuk ka fillu pa isje në këtë materiale. Kështu që kam konfirmimin një zyrtar për anës tina, edhe gjithashtu i konfirmuar edhe për departamentit të operacioneve zgjedhore brenda sekretariatit të Këshillës. Po, kanë bërë varë sitriq. Nuk kanë marrë tjetër. Rekomandimi i parë ka të bëjë me rekomandimin e zyrës për akreditim të dy organizatave vëzhguese dhe vëzhguesve të tyre. Bëhet fjalë për dy organizatave qeveritare vendore, është rinia për zhvillim dhe bashkëpunim dhe iniciativa për progres. Me datën 8 tetor 2025 zyra i ka rekomanduar KQZ-s që t'i akreditojë këto organizata vëzhguese, por pas rishqimit të statuteve të tyre, ne kemi vëritur që është bërë një shim teknik gjatë procesit të vlerësimit të statuteve, edhe konstatojmë që bazë të qëllimit që kanë këto organizata qeveritare dhe vëzhgimit, këto dy organizata nuk mirren me të drejtat e njeriut dhe me fushën që kanë të bëjnë me procesit zgjedhore. Dhe lidhur me këtë ne i rekomandojmë KQZ-s të bëjë akreditimin e këtyre dy organizatave vëzhguese dhe vëzhguesve të tyre, pra bëhet fjalë për rinia për zhvillim dhe iniciativa për progres. Faleminderit. A ka diçka lidhur me këtë pikë? Rekomandim? Herë votim kush është për negativimin e rekomandimit? Kundër? Apo abstenim? Abstenim. Okej. 6 vota për, 2 abstenime, 3 abstenime. Okej, miratohet rekomandimi. Vazhdojmë me rekomandimin tjetër. Rekomandimi i
ka të bëjë me akreditimin e mediave vendore dhe ndërkombëtare, janë gjithsesi 7 emisosh. A ti lexoj një për një, në fund ti meratoni të gjitha, apo ti lexoj një për një që për secilën ketë vendim veçantë? Faleminderit, kryetar. Nuk besoj që ka nevojë që lexohet një për një. Ndoshta është mirë, sikur ta kishim një informacion sa për mediave janë ndërkombëtare dhe sa janë vendore. Edhe ta kemi një informacion për shkakun që ju I keni kryer veprimet tuaja që mediat janë tamam, do të thonë media të regjistruara dhe I plotësojnë kushtet për tu akreditu, edhe ta votojnë paket pas kësaj, pas këtyre informacioneve. Po, kryetar, nuk është natyrisht problemi as pak me mediat vendore, të cilat po besoj që listën që zyra ka sjellë ka konfirmuar edhe me Komisionin e Pavarur të Mediave, se aty morën licencat e veprimit SPAK këtu, apo ato që janë si tip të portaleve e kanë një vend nga e morën një lloj akreditimi. Më intereson ky informacion mas pari për mediat vendore, pa dallim, për disa ne di që ato funksionojnë që sa kohë dhe nuk është as pak në dilemë funksionimi I tyre, po ka edhe të tjera që do duhet ta kemi një konfirmim tillë, kurse te mediat ndërkombëtare kisha do mediat që vijnë prej arenës ndërkombëtare, shteteve fqinje që na njohin dhe në këtë rast edhe mediave që vijnë nga Serbia, të cilat janë të njohura për propagandën, shpifjen që e bojnë edhe luftën speciale që e bojnë ndaj Kosovës. Dhe përveç kësaj, a marrin këto media një lloj akreditimi apo leje nga Komisioni I Pavarur I Mediave apo nga kushdo qoftë si institucion vendor, një lloj autorizimi për vepruar nuk kem jo si kësaj sfere. Dhe pa e pas një raport që bazohet në legjislacionin jo vetëm zgjedhjeve, po edhe të legjislacionin tjetër që rregullon këtë sferën e informimit, unë rezervohem nga secili votim I mediave që vijnë nga Serbia, po edhe media vendore të cilave nuk jo keni marrë ato që I parashek KPM-ja nuk diskutohen, po janë edhe media tjera, portale, të cilat si qysh janë të regjistruar, ku raportojnë, qysh dihet që janë apo s'janë media, sa e mund më shit media secili portal ose secila faqe e Facebookut, pa I keni bërë çto konfirmime, në mënyrë që mos ta përsëritet si në rastin e bashkëpunsve që I patëm problemet e njëjta, dhe pastaj edhe ato që I akreditojmë duhet ti deakreditojmë, mos bëjmë edhe në situatë të vështirë, apo nuk du me arë dhe vetë si antarë I KQZ-s në situatë, kur t'i pushtet, antarët e KQZ-s kanë votuar një medium I cili nuk është medium, po njëhet se është kështu ose ashtu. Dhe përveç mediave që I njoh personalisht dhe I di pa marrë parasysh se çka edhe sa me koni kënaqur për atyre vendore që disa prej tyre që dihet se cilat janë produktet e tyre, megjithatë asnjë dilemë nuk e kam për ato për t'i votuar, por media tjera që ngjallin dyshim si ato mbrana vendit dhe sidomos ato që vinë nga Serbia, po kush është to, unë mendoj që RTS-i në zonë, unë e di që edhe më përpara ne keni pru njerë, jo kena refuzu, prapë keni pru, duhet me ardhë baza ligjore në bazë cilave na kemi edhe të drejtë me dhënë autorizim RTS-it në këtë rast me I dhënë drejtën si më thonë, e përcjelljes vëzhgimit zgjedhjeve nga afër, kur ata Kosovës I referohen me pasportin se njohin fare Kosovën, kur raportojnë. Fare nuk e njohin. Pra e trajtojnë si pjesë servisi. Shtrohet pyetja, apo ma kërkon mua zyra me certifiku një medium tillë? Falë, s'më me barazu as me media tjera ndërkombëtare, as me media tona vendore. Është çështje dhe ligjore, nuk është veç e perceptimit. Qatë çështje ligjore, falni, a keni shqyrtu, a keni marrë një konfirmim email me shkrim nga KPM-ja për
apo si ka rrjedhë. Se na duhet pa çare me rregullu këtë sferë, ju që na mos të ballafaqohemi me situata të tilla në rastin e vendimarrjes tonë. Po, kemi zyra ka komuniku me KPM-n, por këtë komunikim përmes telefonit, megjithëse kemi dërguar dhe email, por nuk kemi konfirmim zyrtar. Po unë mund me thonë edhe ato që kanë komunikuar, që kanë konstatuar përmes telefonit, por nuk e di sa është arsyeshme me thonë ata për sa kohë nuk kemi diçka me shkrim. Po me komuniku me ta, edhe jemi ardhur në përfundim që do të më rekomandoj. Bazë të bazës ligjore që na e kemi në fuqi. Po përpara se me pru këtë rekomandim me si të para jush, ne kemi kontaktuar dhe KPM-n. Konfirmim tash dhe po konfirmim përmes telefonit. Pak specifike, këto edhe është më pas në ndaj informacion më plot. Informacion më plot për to, sepse ka me t'jume, për sho që ka me t'jume, këto që më lidhen drejt për drejt me kompanitë të cilat janë në shtetet tjera. Janë regjistruar në regjistrin e ARBK-s në Kosovë, po janë njësi të kompanive të mëdha informative në rast të PEM, cila ishte që e poshtë ishte Avalla Grup e Beogradit. I merr fondet për atje, ka zyra speciale që bën propagandë, financohet e Serbisë, politikën e redaktuese ka totalisht kundër Kosovës, në kuptimin e saj, e ka hapë edhe atje portalin që ka Kosova Online, i ka marrë gazetar përë të këtë dyshit se s'ka mujt me marrë se për poshën atje, bën propagandë, unë ato për ata s'mojnë bëtaj. To poshtë tash e lexova pjesën edhe analizës për to, po unë tash të gjitha tjera të nuk i kom parë. Po ky është ashiqare, involvim direkt e një politike që vjen, aje pranon në haptazi që financona prej Serbia dhe bëjar politike dhe propagandë. është të regjistruar me këto, po faktikisht përken një mediumit madhe në Beogradit, cili është i lidhur drejt për drejt me pushtetin atë. Në kemi edhe praktike në shtatë mediave tona, so media tona kanë akses në Serbi për të shku edhe të marrë të vëzhgu procesin zgjedhor të themi në Beograd apo dikun tjetër, qyshe kanë të rregulluar me këtë punë. Apo nëse ata i trajtojnë në një mënyrë, edhe media tona asë si nuk shkojnë me cenu asë eksistencën e shtetit serbë në këtë kuptim, po shkojnë për të marrë pamje, për të marrë informacione. Do të mi pa dhe praktikat, parimi i reciprocitetit. Do të me vlejt, nuk mujnë anasi me thonë me ardhë dhe veç me katapultu dikush këtu dhe veç kur ta vjen në shë realitet, edhe del një medium këtë në Kosovë me tohi të Republikës e Serbis, kështu, po janë nisë me raportu, diçka që na është e denushme. Dobro, ali iz tog razgovora, znači posle tog razgovora stekli ste zaključak da oni mogu da, ove novine mogu da se predlože, znači da usvajanje. Sada koliko vidim većina kolega je znači da se ne dozvoli novinarima iz Srbije da posmatraju izbore zato što će da urade nešto. Sad ćemo mi unapred već znamo da će oni nešto da urade. Pa čekaj, ali imamo mi naše organe reda i mira ovde, imamo policiju, imamo sud, imamo sve. Ako neki novinar nešto uradi, on možda bude sankcionisan u tom trenutku. A ne mi sad unapred, on nije ni došao da posmatra izbore, mi ćemo unapred da kažemo da će on nešto da uradi. Ja stvarno ne razumem tu vašu logiku. Për këto, po flet kolegja, që është përfaqësuese subjektit politik, në kryetari i cilës e dim që ka qenë organizatori i sulmit terrorist në Banjsk. Qa kena me folë ma shumë në këtë pjesë. E tash ti thu që me kaq letësi, e para në shështë do është vetë monal, gardona dhe me thonë ka dalë se ma mirë në të verifikohet kjo punë, edhe mos të kemë probleme. Po më në dhe me në animu mi po praktikat e gazetarve tonë në Sërbi, se sot një përfaqësues i listës serbe a kanë përsur ndaj gazetarëve, nuk e di në gjykat që kanë bërë. Ndaj që tyne gazetarëve dhe kolegëve tyne që e ka organizu turmën e përbën prej listës serbe dhe tjerve edhe është një simbolik e keqe në sot, me i fyë dhe qëta gazetarë në kuptimin e rrezikut për jetë që e kanë pas një ditë caktuar
nga përfasu subjektit tënë politik. Dhe tash nuk mund është ti me e marë, ose nëse e merë atërë veç e rritë dyshimin edhe ma shumë, sigurin që bia serbe, një shpion cilit sët e ka arrestu policia Kosovës, nuk e shtin në petkën e një vëzhgusi, jo është veç për të kalzajt qartë, se ti po mënën që jemi të jetu në një farë situate ku na kemi raporte shumë të mira me Serbinë. Na kemi raporte me Serbinë që të drona që erdhen, atje i kapi panika se po vështirësohet puna për me mujt me hidhi herë në Kosovë. E ti më fletë si kur ne jemi një situatë kështu krejt normale. Atin kër e fillon me të me normalizu veç e shtonë dyshimin edhe për vetën. Por je keq, po anën tjetër, veç pak të rinë fond, veç të rinë fond me përkëndaj. Da, kolega, ja težim normalnosti. Po të jap praktikën e zgjedhjeve të fundit në Moldavi dhe vendimeve që i kanë marrë institucionet e shtetit Moldav në parandalimin e ndikimit të medjave pro-ruse edhe ruse edhe çdo ndikimi tjetër rus në Moldavi, duke ndalë edhe aplikimin apo certifikimin dhe pjesëmarrjen e një subjekti në petkun Moldav, po tërësisht e influencuar dhe financuar nga Rusia për me marrë pjesë në proces. Situata Moldavis është shumë më mirë krahasu me situatën në të cilën ne ndodhemi në kuptimin e rrezikut permanent. Dhe na nuk mujna mos sjell me një kallajllak kështu me një lehtësi, jo në këtë rast veç ndaj medjave ndërkombëtare që vinë prej Serbisë për në fundit, po se cili medium ish dash më pa dhe më verifiku, kush ai gazetar.